Ata e krijojnë një organizatë politike jo për të mirën e popullit, po për të mbrojtur familjen, për të krijuar një dinasti. Po. Një dinasti është një familje mafioze. Po. Më thënë, organizatat partijake të ne janë organizata mafioze. Po. Po flas për Shqipërinë, në Kosovë, falni, nuk e njoh shumë mirë. Ma gjen një familje shqiptare që njefti që ka 5 fëmijë të ri. Dhe gjithë fëmijët e ri nuk punojnë, as nuk mendojnë, por presin nga baba që është bërë gjysh që t'u japë me hangër. Ja kupton çfarë roli ke këtu? Në familjen tradicionale shqiptare, baba i bën fëmijët, rritën fëmijët, bëhen burra, krijojnë familje, e marrin babën, edhe i thon babë, ti ke vendin tanë, ti tash je në pension, e merr pensionin prej shtetit, ne të ndihmojmë, ne të shërbejmë, ti rrin vendin tanë, ne të falenderojmë. Po. No, të ne në Shqipëni jo. Jo. Ai gjysh atje, ky do me komandu, fëmijët mos me punu, kretë ta shohin gjyshin çka ka më na dhon ky. A di ku e kam këtë fjalë? Çfarë mentaliteti? E di ku po e lidhi këtë lloj mesele? Të politika e Shqipërisë, dhe? Po, se hala presin nga gjyshi. Që atë vdek, 84 vjeç hala presin, ai do na drejtoje demokracinë, edhe është një ri, nuk qohet me kriju ose me marrë frenat në dorë me thonë që ne do e drejtojmë rinia, as ai s'valen, as këta s'guxojmë me marrë.